ton fondojmë aty ku punoni dhe jetoni, kur dhe asnjëherë. Këtë zotëri, këtë shok, me fqinjin tuaj socialist, me të afërmin tuaj socialist, as dhe me opozitën, e cila është një vlerë morale pa kompensueshme për vendin. Mbasi ky, zotëri, nuk ka asnjë interes opozitar, nuk ka asnjë interes demokratik, ka thjesht vetëm një kauzë mafioze. Kauzë e cila qëndron në përvetësimin e qindra mijëra, mos miliona metër katror troje publike në Tiranë me klanet mafioze që drejtojnë dhe i drejtojnë. Kauzë e cila konsiston në mbylljen e rrugëve dhe të ndërtimin mbi rrugët e kryeqytetit. Kauzë e cila konsiston në shndrimin e bashkëpronarëve në tokat dhe trojet publike, sikur të ishin trashëgimi e tjatit dhe jo pronë e qytetarëve shqiptar. Kauzë e cila konsiston në shpifje të rrymë të ulta të përditshme ndaj cili do në mënyrë që të krijoj përshtypjen se këtu në Shqipëri të gjithë janë të përlyrë si ai. 2 vite me radhë ka sulmuar me egërsinë më të madhe familjen time, fëmijët e mi dhe së fundit një par dhe mbesat e mi, duke mos u paraqitur shqiptarëve qoftë dhe dokumentin më të vogël të shkeljes më minimale të ligjit, të përfitimit të pamerituar, të mos pagimit të taksave, qoftë dhe një rast të vetëm. E vërteta është që këtë është i gatshëm ta bëj me fëmijët e gjithë secilit për jush, me bashkëshortet e gjithë secilit për jush, për fajin e vetëm se ato nuk vishën plazhën si që të veshajt vetëm. Apo ata e në shqyë, së është mungu kafshata, janë trajtuar si çdo trajtoj për një fëmijë. Por të dashur qytetarë, edhe njerë ju ftoj të vazhdojmë rrugën tonë, rrugë dinjiteti, rrugë e lodhshme, rrugë suksesi, të ecim të sigurt të ndërtojmë Shqipërinë Europiane. Dhe unë duhet zotohem sot prapë para jush se ky pinjoll i bllokut nuk do mund të luaj kur me vullnetin tuaj. Se përpjekja e tij për të luajtur me votën tuaj dhe vullnetin tuaj do të marrë përgjigjen më serioze ligjore. Dhe se çfarë do që të bëj ky bos i aleancës punisto-mafioze, s'do mundet kur të bllokoj çmontimin çdo ditë të klaneve mafioze që ai udhëheq, nxjerrin nga kthetrat e tyre të pasurive publike që kanë përvetësuar vendosjen e tyre para ligjit. Dhe në këtë betejë, edhe një theksoj, në absolute nuk do të ketë asnjë nuancë politike. Ata të cilët vënë në dyshim karakterin politik, jo politik të kësaj betejë, i ftoj të paraqesin qoftë dhe dokumentin më të vogël ndaj cili do, dhe të provojnë nëse Sali Berisha do të qëndrojë një lloj apo jo. Të dashur qytetarë,
hym në një fazë në të cilën po ecim drejt liberalizimit vizave, integrimit më të shpejt në Europë, të vazhdojmë së bashku rrugën, të ecim të sigurt, duke garantuar liritë dhe drejtat e tuaja dhe të mbarë shqiptarëve, duke zgjeruar ato